Vajza shqiptare, 10 vjeçare, publikon libër në Shtetet e Bashkuara. Një vajzë shqiptare, vetëm 10 vjeç, ka bërë realitet një ëndër të madhe në Florida të SBA-s duke botuar librin e saj të parë. Emily Shkulaku ka manitur të gjithë me talentin e saj duke sjellë librin Tregimet e Natës, i cili tashmë është në shitje në Amazon, jo vetëm në Amerikë, por edhe në Gjermani, Angli, Emiratet e Bashkuara, Australi, Itali e shumë vende të tjera. Këtë vajzë ju e shihni në një video të saj në internet kur flet se si takoi 2 breshka. Emily me papan nga Shqipëria dhe nënën nga Kosova, studentja e parë në shkollën e saj, River City Science Academy, një nga shkollat më të mira charter në Florida, që arrin botoi libër. Në një rrëfim për eksperiencën e saj, u shpreh sikur shumë baballar t'u tregojnë fëmijëve të tyre tregime para gjumit, edhe babai ynë na tregonte tregime e përralla. Kështu më lindi ideja të nisa të shkruaja tregimet e mia në kompjuter. Pasi i përfundova, i dërgova në Amazon dhe u miratuan për botim. Jam shumë e lumtur. Libri i saj për 300 faqesh përmban tregime të cilët mund të lexohen nga mosha 8 deri 16 vjeçare, disa prej tyre janë Jeta e mirë, Brirët e trerit, Vështrimi i kukullës, Planet e këqija mbi univers, Dyshemia e dhis, Çanta e insekteve. Emily gjithashtu ka shprehur dëshirën që gjatë vizitës së ardhshme në Shqipëri të lexojë veprën e Mitrush Kutelit, Tregimet e Mundshme shqiptare, pasi ajo vetë është nga qyteti i Pogradecit.